Jam në mbështetje totale të minatorëve dhe të njerëzve të cilët sot janë grumbulluar. Kanë disa ditë të cilët ta protestojnë për drejtat e tyre ligjore dhe padyshim një nga drejta e tyre ligjore është krijimi dhe pjesëmarrja në një sindikat, të cilët ta e kanë krijuar. Konflikti është në mënyrën e përzgjedhjes së sindikatës, me çfarë shoh unë nga ana e drejtuesve dhe të kompanisë Tete Albania, dhe në rastin konkret edhe me takimin që kisha me përfaqësuesin e kompanisë turke, por edhe në prezencë të administratës, e cila është një administratë shqiptare, dhe nga pikpamja ime unë shoh që ata janë suportues dhe mbajnë në njëjtin qëndrim, sepse të drejtat e tyre domrohen përsëri nga kjo sindikate e cila ka ngritur shqetësimet dhe problemet. Çështjet të cilët duhet të zgjidhen, unë jam i gatshëm që të negocioj dhe në ditët vazhdim edhe me pjesën e pronarëve turq, por edhe njëkohësisht edhe me sindikatën, që gjejmë një pikë të përbashkët, që çështja e sindikatës dhe minatorëve të cilët janë në minierën e Spaqit të zgjidhet një herë përfundimisht dhe të sigurohen kushte më të mira pune, të sigurohen nivele më të larta rroge dhe të aderojnë në një sindikat e cila përfaqëson interesat e tyre. Edhe pala turke e cila ka marrë me koncesion, është koncesionar, nuk është pronari i minierave. Pronari i minierave është shteti shqiptar dhe ata duhet të respektojnë të gjithë legislacionin i cili është parashikuar qoftë në ligjin për sindikatat, qoftë në kodin e punës dhe në marrëdhëniet të cilët duhet ketë midis punëdhënës dhe punëmarrës. Kështu që në këtë pikpamje unë jam çdo ditë jam në suportin e këtyre, do vi dhe të mbështes protestat dhe është mirë që organet shtetërore dhe ministria përgjegjëse të ndërhyjë urgjentisht për të zgjidhur një konflikt i cili është agravuar për çështje të cilët nuk janë çështje ligjore. Janë cicmice të cilët krijojnë një marrëdhënie të acaruar dhe nuk zgjidhin as edhe një lloj. Kompania ka humbje, por edhe njerëzit dhe punëtorët dhe minatorët në këtë moment kanë humbjet e tyre sepse kanë jetën e tyre dhe familjarëve të tyre për të mbajtur.